Në ndërkohë, përveç uljes së kokës, ajo çka ndoshta na penalizon shumë e na jep dhimbje të tilla, është edhe mos mbështetja e duhur në karrigën e punës. Cila është pozita e duhur arbësh? Pozita e duhur, do me thonë, do të me qenë... Sepse janë 8 orë punë. Për 8 orë punë janë tepër shumë, por duhet të ketë pauza çdo 1 orë, çdo 40 deri 1 orë, për shkak se duhet të ketë të paktën 1 deri 2 minuta një ecje, apo një zgjatje muskujve, apo një ushtrim, për shkak se ndihmon kjo në largimin e dhimbjeve dhe pashtu lehtëson edhe e bën një efektivitet më të madh në punë. Qëndrimi gjatë zyreve duhet të jetë, domethënë, në 90 shkallë. Shpina duhet të jetë e mbështetur për karrikës. Po ashtu qëndrimi i monitorit, domethënë, duhet të jetë direkt me sy, jo ult, as shumë lart, dhe do të jetë, domethënë, kjo është një pozicion që zakonisht i preferueshëm në zyret e punës, dhe këmbët do të jenë të mbështetura për dyshemeje, dhe kjo është një pozitë që faktikisht realizohet në mënyrë të mirë.